çdo njeri që ka fëmijë, ka vajzat, ka djemt, ka të gjithë, mundohemi edhe tash edhe jeta vet na shtin ato ujnat që nuk kemi të qare pa që ta ndihen zemra për vajzën, për djalin, për të gjithë, për dikush për babajn, dikush për nanën, dikush për të gjithë. Mirë po, kësaj radhën e kam zgjedhur për vajzat, edhe kështu që shpresoj që ke prek në tela. Për të pëlqyer për të gjithë. Po, se është pak për çdo prind që marton vajzën është pak, ta them ashtu, pak ma pikëlluese, pak mirë po jo. Prapë se prapë është gazmore çdo njëri. Zoti ka lënë të martohemi të gjithë, ta me botër. Ashtu, edhe i ke dhe vajzat, 4 vajza Bajram, si që ndoshta e ke pas mundësi edhe vetë pak me bashkëndje, po themi edhe konga. Po, është, jo, pak me bashkëndje, po total konga është, adin kështu tamam e emocionit një prindi që ta kam për vajzën, apo për fëmijë. Unë kam 4 vajza dhe një djalë kemi. Mirë po vajzat, çdo herë pak është një ndjenjë ashtu kur të martohen, të lënë pak shpinë nga babaj, të ndrojnë pak senet edhe pak për babajnë kur është ndrohet... Edhe janë pak ma dashme, ja, ashtu po edhe, po mirë po, prapë se prapë, edhe është Zoti që t'ju këndojmë gjithmonë në jetë për shëndete për të mira. Për të mirë, vetëm për të mira. Vetëm ajo. Ka nga që shëpash ka pas sukses, edhe është pëlqy edhe prej publikut. Sa e keni prit, do është ata që përhyme dhe në këtë sezonën e dalë? A thëmë të drejtën, ne, kur pregaditme për një projekt të ri, gjithmonë në jetë na do të pikëspari të shkojmë nga tekstet, nga tekstshkruesit kush çka kemi pikëspari, pastaj nga kompozitorit më na komponuar këngën, pastaj vinë studiat të cilat na i nxizojmë të gjithat, mirë po është shumë, si them, besoj që është mirë prit. Është mirë prit shumë mirë edhe ndoshta nuk e kam besuar kaq mirë, po është ka ecë mirë. Thonë të drejtën është ka ecë mirë. Po, e kam pas raste me dëgju vajzat edhe që shka qenë reagimi i tyre, ndoshta, se familjarë. Vajzat e kanë dëgju edhe e dëgjojnë shumë, po lërët tash me vajzat, po tash po shoq edhe shoqëria atyre edhe ka gjatë gjën e kanë marrë si për, kështu kanë marrë pak ma afër se është kështu tamam pak tipike tash e vajzave edhe këngë edhe pak është ndjenjë e prindit me vajzat, kështu që çdo njëna ndjen prindin e vet, çdo femër ndjen prindin e vet pak edhe gjithmonë jetë pa mbarësisht se edhe martohet ajo prapë se prapë prindin e ka prind edhe nuk e ndërrohet kur dashnia për prindin e mirë, po na gjithmonë jetë jemi të gatshëm, po edhe mundohemi me dhënë ato më të mirën. Ç'kemi mundësi për publikun, për të gjithë. Mirë po, tash këtë varë kanë herë edhe që marrin njerëzit pak qysh pëlqejet konga në vesh njerëzit qysh. Mirë po tash po më dërgojnë, është mirë prit konga shumë, se po thëmë të drejten, po më dërgojnë tash edhe video shumë që tash edhe vajzat kërja kanë nisim të martohen, e bojnë hymin me atë kongën në restoran, do të është tamam që kur hinë me prindë është tamam kongë epike për atë rast. Po, me gjitha të ideja është përqyë edhe prej anës tënde, kur e ke ndëgju fillimisht, kur je e prezentu me idejen edhe ke vendos me e lansu këngë para pak ditësh. Desha me të pyet, është kjo një ndër këngët e tua të preferuara, me që se lidhet edhe me vajzat, apo jo? Ki edhe këngë të tjera? Jo, edhe këngë të tjera të gjithat preferuar, se po mos ishin preferuara, s'kam nevojë edhe të publikoj hisë. Mirë po kjo edhe kjo është ndërtohu, që ka qenë e preferuara, mirë po është çdo herë na këngëtarët publikojmë këngë për këngëtarëve. Tash këtë varet se cila këngë ndonjëherë mundet ndëgjohet më ma tepër në vesh apo jo. Mirë po na, si këngëtar, për shembull e shoh që edhe unë, edhe kolegët, edhe të gjithë mundohemi të çdo herë me gjetë ato më të mirën për secilën këngë që është. E kupton? Për secilën këngë që bëjmë, atëherë do të mundohemi na me gjetë ato mundësinë më të mirën e këndimit, e të muzikës, të orkestrimit, të gjithave. Mirë po tani kur të përgatitet kënga në fund, na jemi të kënaqur si këngëtar. Mirë po tani përveç të publikut të varet sa shija e njerëzve që është më të pëlqen.
Pa tjetër, je shumë gjatë në skenë muzikës, sidomos edhe në ato popullore, ke baja geni një përvoj të gjatë, qysh me ndonë që ka ndryshu, ndërshta muzika qysh është boma për para, edhe tash me muzikën që i kemi përmende, ndërshta edhe kongë që lansohen, kemi gjdo dit ndërshta kongë të reja, po që po harron ndërshta pak shpejt, po me gjithse i kemi këto që përmende këto populloret që gjithmon kanë betë edhe kërkohen ende sot e kësaj dite, po themi. është shumë interesant kongë të vjetra që kanë qenë të gjithat, që kanë qenë komponimi shqip, edhe jenë dëgju shumë, atëherë edhe sot ngohën gjithë. Po në vërësër generatave. Kërkohen ende edhe ndarësma. Ndarësma, sidomos, dhe para hengje, sidomos, ku kemi mbrëmje shoqërore, që jenë mbrëmje shoqërore, kongë të vjetra, po mos t'jesh i pregaditën me kongë të vjetra, me të thonë të drejtën, ndonëherë edhe nuk i në të mbrëmje dhe shkalyp. Se e dojnë njerëzit, i në rritë me to. A kuptan, edhe tash nësi këngëtari, çdo herë do të ato t'i mësojmë, t'i punojmë, edhe do t'i këndojmë ku do që t'jemi. T'jemi të pregaditë për ata. Kongë të sodit, të reja, të sodit, çdo njënë po mundohme tash me shtida vetën në atë rend, po mundohme më bëti diçka ma muzikë ma moderne, e kupton. Muzikë ma moderne, mirë po, se di ka nërë, po më që këna dalë për vetë vetës pak, e kupton. Pse po ndodhë kjo, ndërshta, po do gjithmonë me qenë në hap, me trendit, me ju pëlqy krejtve? Pa tjetër, po, zdi sa këni vrejtë dhe një fenomen tjetër, gjda kongë re që po bëhet, po ndëgjohet që është kongë që faktikisht që pequne nga pëllezë. Pëllezë për një javë, 2-3 këni muj, aja shuhet. Po harrohet. Shumë shpejt po harrohet, dhe thëtë nuk është e jonja të pike. E kuptan? Po qka po e bënë ndërsa në harru ka shpejt? është marë prej një, për shambull, është marë prej një ideje jo të kompozitorëve tonë. E kuptan? është marë prej, e ka marë kongën e gashme për shambull të kuta djune Turki, apo din Greqi, apo Bulgaria, apo Arabia, apo ku do që si sot din kryje shumë dhe të Arabis, tash beq për janë nga gjanë në trend. Mirë po i shoh që për 2-3 javë dhe të sa ndëgjohen pak për TikTok, Instagram, Facebook e asane, pra po vinë të shuk, edhe më nuk po ndëgjohet. Po del një tjetër mini herë, e njëti stil po ndëgjohet pak që aja pak do ditë. Po dhe ne po i harrojmë, veç kur përshojmë, na kujtojnë që kjo është problemi. Tash nëse kthehemi ne, edhe më bo kongë të adin të amam shqip, po është shumë problem se nuk, do të të rinia nuk e ndëgjan. Që kjo është shumë problematike që është, se nuk e ndëgjan. Se nuk ka interes për atë punë, nuk e di pse. Tash më të hanë të drejten, ka një herë edhe është, unë shumë herë kam thonë edhe pak janë edhe televizionet, pak fajtore, mediat, gazetarët, për hatë se... Jo, mësëm keq kupto, se të jo është, të une për faktikisht, DTV-ja apo Dasma TV ndëgjohet shumë, se ka shumë muzikë popullore, edhe kënaqshme me ata. Mirë po, për shambull, mediat, e kupton, çdo herë, për shambull, s'tyne i edhon shumë përparësi këngëtarëve të ri, që edhe një përmi edhon përparësi shumë, se më kamëve të ri, e kupton, edhe kërë më kalon dikush përparësi ka qenë që shten çka të dush, mirë po, prapë se prapë, është mirë me edhon përparësi atyne që ka vlerë edhe që nuk shuhet. A kupton? Se kretë për edhon përparësi për një javë dhe 2-3 eventualisht, të po shihni edhe vetë. TikTok-u po shpërthen Instagrami, po shpërthen rrjetet sociale, për 2-3 javë dite, pap, aja po bjenë.